por dhe sepse ky për Partinë Socialiste duhet të jetë mandati një kthese strategjike drejt njerëzve. Për të kaluar nga kapitulli i deri sotëm i pranisë elektorale tek kapitulli i ri i pranisë njerëzore. Nga partia që shkon te njerëzit kur kërkon votën e tyre, duke treguar se çfarë ka bërë për vendin, te partia që rri pranë tyre, kur njerëzit kërkojnë vëmendjen e saj për t'i treguar se çfarë vendi duan në rrugën e këtij zhvillimi dhe në gjirin e kësaj shoqërie. Nga dëgjimi i njerëzve si mirësjellje kur e sjell nevoja jon, te detyrimi ynë për të qenë atje kur ata kanë nevojë të dëgjohen. Nga halli i qytetarit që shënohet dhe rëndom mbetet pa përgjigje, te halli që qahet dhe përgjegjësia që e ndjek shënimin deri tek vajtja e përgjigjes. Nga qytetari që kërkon të hap një derë në rrugën e vet të jetës, te partia që e ndihmon të gjejë rrugën pa kërkuar votën pse hap derën. Nga forca e madhe politike që fiton ditën e zgjedhjeve, te fuqia e besimit qytetar që fitohet çdo ditë kur s'ka zgjedhje. Dhe po, të qëndrosh gjatë në pushtet nuk mund të nënkuptoj të uzësh rrugën të rinjve dhe forcave të reja. Por, t'ju hapësh rrugën të rinjve nuk do të thotë t'u adorëzosh Shqipërinë atyre që e shpallin veten forcat të reja vetëm sepse nuk kanë qenë ende në pushtet. Do të thotë hapësh partinë, të hapësh vendimmarrjen, të hapësh procesin qeverisës për njerëz të rinj jo thjesht në moshë, por në mendësi. Të krijosh hapësirë për ide të reja dhe të mundësosh burime energjish të reja. Të prodhosh drejtues dhe jo vetëm ndjekës, duke u bërë çdo hap shembull për të ndjekur edhe nga të tjerët. Unë nuk dua që ne qëndrojmë sa më gjatë në vendet ku jemi ulur, po t'i kryejmë së bashku gjërat që do të qëndrojnë shumë më gjatë se sa të gjithë ne në këtë vend që është i të gjithëve ne. Unë dua ta ngjisim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ta bëjmë të pakthyeshëm modernizimin e vendit, ta bëjmë të pa lëkundshme pavarësinë e drejtësisë dhe t'i bëjmë institucionet tona të denja për çdo qytetar të vendi. Të afta të funksionojnë njësoj në mënyrë të barabartë për të gjithë, të fortë apo të dobët. Të japim jetë një marrëdhënie tjetër mes qytetarit dhe qeverisë dhe ta vëmë partinë në dispozicion të qytetarit dhe të shtetit, jo qytetarin dhe shtetin në dispozicion të partisë. Të guxojmë me kurajo zhvillimet e reja në këtë epokë të re, dhe të ecim përpara me ide të qarta dhe me këmbgulje të madhe, pa u lodhur, pa u ndalur, deri në ditën kur populli pastaj të flasë ndryshe me votën e tij. Dhe deri aty detyra jonë nuk është t'u provojmë atyre që nuk duan të binden se nuk jemi lidhur pas pushtetit, njerëz që duan të na largojnë, detyra jonë është mos lidhemi pas pushtetit në asnjërin prej atyre mënyrave që ne na largojnë nga njerëzit. Sepse njësoj si njerëzit, partitë nuk ndryshken nga pushteti. Dhe as nuk plaken nga numri i viteve që mbajnë mbi supe. Ndryshken kur pushojnë së ndryshuari, plaken kur ngatrojnë eksperiencën me pagabushmërinë. Ne mund ta çojmë jo vetëm këtë mandat me sukses deri në fund, por Partia Socialiste mund të kërkojë një tjetër dhe të tjera mandate, vetëm nëse gjatë këtij mandati do dim të dëgjojmë edhe ato që nuk na votoi,
të shohim dhe ato që nuk na duart roket, dhe të qajmë dhe hallin që nuk arrim të zgjidhim. Vetëm nëse prania besnike nuk mbetet një stampë e re mbi një bluzë të vjetër, po një ndryshim i vërtet i marrëdhënies son me njerëzit, ne mund të vazhdojmë të bëjmë histori. Sepse ka vetëm nder që duash të përmbushësh një mision historik me pushtetin që të kanë dhënë. Turp është vetëm të duash ta mbash pushtetin pasi e ke harruar për çfarë ta dhanë. Tani duhet të kthehem drejt për drejt edhe më afër tek makineria jonë, e cila nisi të rindërtohet seriozisht pas zgjedhjeve vendore të Tiranës në vitin 2011. Kur e pam se si një fitore të sigurt ne e katandisëm në një fitore aq të ngushtë, 10 vota, sa që mjaftoi një robot politik në krye të KQZ-s për të na nxjerrë të rruar, pastaj një tuf me plepa në kolegjin zgjedhor për ta nxjerrë të qethur, për deri jashtë nga Bashkia e Tiranës. Aty e kuptuam se megjithse kishim mbështetjen e shumicës së qytetarëve, nuk kishim makinerinë elektorale që e kthen shumicën e mbështetjes qytetare në votë të shumicës së zgjedhësve. Në atë kohë kemi diskutuar, kemi analizuar, kemi lexuar, nxjerrë mësime dhe nisëm ndryshimin që na duhej për ta transformuar Partinë Socialiste në një makineri elektorale fituese. Natyrisht që s'do t'ju marr kohë me një histori që të gjithë e dini se si u zhvillua. Nga dita kur kjo parti doli e dërmuar prej humbjes pa apel në 2005, në ditën kur nuk ja doli të rikthehej fitimtare në 2009, për një pellg me vota dhe një mal me kuti mëkatesh që nuk u hapën kurrë, dhe pastaj prej çdo dite zgjedhore dhe deri sot, kur fal pikërisht një makinerie të pathyeshme elektorale, kemi koleksionuar së bashku 9 fitore dhe vetëm një humbje.